Mirëmëngjes gjithëve dashur miqtë e mi, jeni duke ndjekur edicionin e parë për ditën e sotme. Jemi tek pjesa e të ftuarve. Në fakt unë ju thash edhe në fillim që sezonin e mbyllim sot, sezonin e këtij formati televiziv i cili ju ka shoqëruar çdo ditë nga ana në të premte nga ora 7 deri në orën 10 me informacionet më të freskëta, me informacionet qoftë nga vendi po normalisht edhe nga arena ndërkombëtare, analiza politike, ekonomike dhe sociale të ftuar. Pastaj kanë qenë edhe shumë rubrika të tjera që ne jemi munduar të sjellim sa më mirë të mundur që edhe ju vetë domethënë të ndiheni mirë duke na ndjekur. Paktën ky është qëllimi ynë që ju të na ndiqni. Edhe normalisht do ishte një gënjeshtër e madhe dhe një egoizëm shumë i madh nëse do thonim që gjithë emisionin e kemi bërë unë, Isida dhe Eriselda. Normalisht që nuk është e vërtetë. Ka qenë dhe pjesa tjetër e stafit të cilët kanë punuar për këtë emision, të cilët unë i falenderoj, por do i falenderoj pak më vonë të gjithë me emra. Dhe kemi zgjedhur ditën e sotme si puntat të fundit për të sjellë 3 personazhe të cilët kanë punuar fort për këtë emision, por jo vetëm. Megjithatë, ne do të fillonim nga kryeredaktorja e televizionit TTV News, Evis Nasto. Mirëmëngjes, Evis. Mirëmëngjes, Elban. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Isida. Besoj që ndihesh edhe pak nostalgjike duke ditur që përpara se të merrnim ne stafetën e këtij emisionit ti e ke prezantuar, kështu që shumë e vërtet. Unë sapo doja të thoja që vërtet nëse do të bëja një relitje të emisioneve, kudo në çfarëdo lloj televizioni qofshin ato, mëngjesi është më impenjativ ndër të gjitha formatet televizive realisht. Është impenjativ sepse kërkon një zgjim të herët dhe përpos kësaj kërkon që ti të ruash gjithkohës energjinë e dur, kështu që duke qenë energji për më tepër ta përcjellësh. Ta përcjellësh po dhe të zgjosh, domethënë të zgjosh veten, të zgjosh dhe të tjerët, që është akoma dhe më impenjative dhe vetë kuptohet që pikërisht për këtë, pikërisht se e kam provuar dhe vetë unë ju përgëzoj për atë se çfarë keni bërë përgjatë këtij sezoni televiziv. Ja, çali i munduar të bëjmë ndonjë gjë. Nuk është thjesht, mund ta themi? Nuk është thjesht një përgëzim kortezie, realisht është një përgëzim që vjen duke njohur natyrën e formatit televiziv të mëngjesit, për më tepër që është informative, që është all news, televizion all news, pikërisht. Kështu që, okay, mirë. Besoj që do ndalemi tani te disa pika të tjera më konkrete. Do të ndalemi në ato që ne kemi pasqyruar çdo ditë, nga ora 7 deri në orën 10, informacione të rëndësishme, duke filluar nga informacionet në vend, zhvillime të rëndësishme politike, sociale, kulturore, sigurisht nuk janë lënë pa përmendur të gjitha këto sfera. Evis, ka qenë një sezon i mbushur, le ta themi, me ngjarje të rëndësishme, politika sigurisht ka zënë vendin kryesor. Ka qenë çështje të cilat janë pasqyruar më së miri edhe në UTV News. Do doja të ndalesh më konkretisht në këtë çështje. Po, patjetër. E vërteta është në fakt që një format televiziv news, sikurse është UTV-ja dhe në fakt vetë kuptohet që ka për bazën e saj boshtin kryesor pikërisht informacionin, përditësimin e informacionit më të fundit, që vërtet e bën shumë impenjative nga pikpamja e shpejtësisë në përcjelljen e saj, por dhe të saktësisë, sepse ta përcjellësh në kohë reale është një gjë, po ta përcjellësh saktë atë është një tjetër gjë. Realisht ne jemi përpjekur gjithkohës që ti gërshetojmë në mënyrën e duhur pikërisht këto dy cilësi që duhet ketë çdo televizion i formatit news. Nëse do të referohesh në zhvillimeve të aktualitetit, sigurisht që politika është ajo që prodhon më së shumti dhe mund të them që përgjatë këtij sezoni që nis që nga muaji tetor, nëntor e përfundon pikërisht në qershor korrik, realisht jemi drejt fundit të tij. Politika ka pasur shumë zhvillime, nëse do të ndaleshim fillimisht tek marrëveshja midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Në fakt pas një periudhe të gjatë, ta themi edhe gjithë kalvari tjetër. Shumë e vërtet, sepse kemi pasur një periudhë relativisht shumë të vakët sa i takon bashkëpunimit midis opozitës dhe mazhorancës, në kuadër të një seri reformash të rëndësishme që duhet të bënte Shqipëria, reforma që ishin në radhë të parë të rëndësishme për vendin, por edhe në raport me aspiratat integruese në Bashkimin Evropian si pjesë e 12 kritereve për të integruar në BE. Dhe pikërisht në këtë kuadër, pas një hapësire të gjatë pezull të këtyre reformave, vjen kjo marrëveshje nëntorit. Një marrëveshje shumë e rëndësishme, sepse realisht në këtë marrëveshje, nëse do ta kujtojmë, është mbledhur konferenca kryetarëve në atë periudhë dhe është përpiluar një dokument në cilin kanë rënë dakord mazhoranca dhe opozita për të ngritur një komision të reformës zgjedhore, një komision për reformën e rregullores
së parlamentit dhe njëherësh për të kaluar së bashku një seri ligjesh të rëndësishme që janë ligje me shumicë të cilësuar. Pra ligje me 3/5, sikurse kanë qenë ato në ndryshimet e kodit penal dhe të kodit civil, ose dhe ligje të tjera që lidhen për shembull me kodin hekurudhor dhe me kodin detar. Pikërisht pas kësaj marrëveshje, kujtojmë këtu që në 17 nëntor të vitit të kaluar të 2011-s është ngritur Komisioni Reformës Zgjedhore me 130 vota të deputetëve, pra majorancë plus opozit, dhe njëherësh në frymën e konsensusit politik është miratuar edhe ligjet e rëndësishme që unë përmenda pak më sipër. Po ashtu, fill pas kësaj marrëveshje në 2 dhjetor, në vazhdën e konsensusit është ngritur dhe Komisioni i Rregullore së Parlamentit, pra Komisioni i Reformës Parlamentare i njohur ndryshe. Ja themi shumë i debatuar, i diskutuar shumë vërtet. E vërteta është për të qenë sinqert që përpos këtyre zhvillimeve që i takojnë fundit të vitit 2011, pak gjë është bërë sa i takon reformës zgjedhore dhe reformës parlamentare. Sepse realisht këto komisione janë ngritur që në fund të nëntorit e fillim të dhjetorit të 2011-s, ne jemi në qershor të 2012-s dhe ende nuk ka një përmbyllje të këtyre dy reformave, sepse duket që ka oscilacione të vazhdueshme në marrëdhëniet midis opozitës dhe majorancës. Ndërkohë, për të justifikuar edhe pamjet që janë duke ndjekur televizionistë, që janë pamje ilustruese, të cilat japin edhe më shumë si thua japin një lloj konturi të përgjithshëm, një rifreskim edhe të kujtesës. Të gjithçka çfarë visi po flet në këtë moment. Dhe kjo është konferenca kryetarëve mbledhur pikërisht në 14 nëntor, për nga shikojmë dhe Jozefina Topallën, kryetaren e kuvendit, që ka lexuar pikërisht disa nga pikat kryesore mbi bazën të cilës është ngritur dhe kjo marrëveshje. Në ato moment vërtet është cilësuar si një moment shumë i rëndësishëm në të gjithë kurbën e zhvillimit politik të vitit 2011. Ky është moment vërtet shumë i rëndësishëm dhe vlen për t'u nënvizuar, është ndër zhvillimet kryesore politike, por në vitin 2012 pastaj ka të tjera zhvillime. Nëse do të ndalemi pikërisht te këto zhvillime, mund të flasim pak që pjesë e paketës së marrëveshjes midis opozitës dhe majorancës ka qenë edhe avokati i popullit. Në fakt bëhet fjalë për një institucion i cili është institucion i pavarur dhe pikërisht për këtë kryetari i këtij institucioni, sikurse është KLSH-ja, pra kontrolli i lartë i shtetit, edhe një seri institucionesh të tjera, varet pikërisht nga zgjedhja me frymën e konsensusit midis opozitës dhe majorancës. Dhe kështu që pikërisht si rrjedhoi e marrëveshjes së arritur, avokati i popullit u la në dorë të përzgjidheshe nga Partia Socialiste. Nëse mund të kujtojmë këtu, kemi pasur një seri seancash të dëgjesës publike. Është një format i paprecedent sa i takon zgjedhjes së një zyrtari të lartë të një institucioni të pavarur, sepse realisht jemi mësuar që del nga tryezat e diskutimeve politike, por këtë herë pati një dëgjesë publike ku kandidatët pozitive. Po, ishte pozitive si format vërtet, sepse kandidatët të cilët aspironin për këtë pozicion kanë bërë prezantimin e vizionit që ata kishin për të drejtuar institucionin e avokatit të popullit. Do të thonë ishte fair play, ishte një konkurim i saktë, një konkurim midis njerëzve të cilët fitoft më i miri ta quajmë kështu. Mund të quhet. Po, realisht mund të quhet kështu sa i takon formës, sepse gjithmonë ne jemi mësuar që i mbeshim çdo garë mbrapa, ata që janë humbësit kanë dëshirë të japin ngjyrime ose konotacione realisht manipulative aty brapa, por nuk mund të themi gjë sa kohë që nuk ka gjë zyrtare. Zyrtarisht ato që publiku ka pasur mundësi të ndjekë dhe që ne kemi transmetuar dhe direkt, ka qenë pikërisht momentet kur kanë referuar të gjithë kandidatët, kanë bërë prezantimet e tyre. Në këtë moment jemi duke ndjekur dhe plane nga Kumtesa. Ikli Totozani është prezantimi i tij, është ai që fitoi në fakt edhe këtë garë pikërisht për avokatin e popullit dhe që realisht në opinionin tim, nëse mund ta them kështu, vërtet është i vetmi ose e vetmja kandidaturë që doli me konsensusin e plotë të majorancës dhe të opozitës. Është modeli mbi bazën e të cilit zgjidhet një zyrtar i një institucioni të rëndësishëm. Përveç kalvarit të zgjedhjes deri në këtë moment, kalvari tjetër qëndronte në gjithë problematikën e mbledhur në këtë institucion dhe me gjithë peripecitë avokatit popullit. Po normalisht nuk mund të harrojmë në mënyrë kategorike edhe çështjen Rome, domethënë ku vetë avokati i popullit ndryri duke i strehuar ata në ambientet e institucionit të vet. Mirë, besoj që do të kalojmë tek pika tjetër e rëndësishme është për t'u theksuar që nëse do të flasim vetëm sërish në zhvillimet politike, në fakt në kuadër të bashkëpunimit midis opozitës edhe të majorancës është edhe plani i veprimit i cili është miratuar me konsensus fillimisht kaloi
kaloi në Komisionin e Integrimit në 12 dhjetore, më pas kaloi edhe në parlament. Në fakt, plani i veprimit nuk është gjë tjetër veç se një zbatimi mirëfillt i agjendës që Bashkimi Evropian i imponon, nëse mund ta quajmë kështu pikërisht Shqipërisë, duke qenë se Shqipëria dëshiron të marrë statusin e vendit kandidat, nëse do ta marrë pikërisht në raportin që pritet të bëhet në vjeshtën e këtij viti, në fund të vjeshtës së këtij viti. E vërteta është që plani i veprimit, ky dokument shumë i rëndësishëm që është një gërshetim midis punës së bërë nga Shqipëria dhe atyre detyrave të shtëpisë që Bashkimi Evropian i ka vendosur vendit tonë, është një dokument i rëndësishëm që deri më tani ka kaluar dhe po punohet për të, por që mbetet në letër, do të thoja unë, sa kohë që ka oscilacione të vazhdueshme të frymës së konsensusit midis dy palëve, sepse të gjitha pikat e planit të veprimit kërkojnë një bashkërendim të forcave politike të vendit. Dhe ky bashkërendim nuk është se ka qenë gjithmonë on the top, si mund ta them, pra nuk ka qenë gjithmonë në nivel të lartë, dhe kjo ka cënuar her pas here dhe atë se çka pritet të jetë opinioni që do të japi Bashkimi Evropian për Shqipërinë në fund të këtij viti. Dhe shpeshherë kemi dëgjuar edhe kemi ndjekur edhe kemi transmetuar deklaratat e shumë prej zyrtarëve të Bashkimit Evropian për sa i përket pikave të ndryshme të detyrave të shtëpisë, ta themi në këtë mënyrë. Herë opinione pozitive, herë më pak pozitive. Ose realisht ka pasur një lëvizje, sigurisht mbas marrëveshjes arritur midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, ka një lëvizje në lidhje me ato ligje ose ato reforma që duhet të kryeshin. Por është një hap shumë i vogël nëse do të marrim parasysh faktin që në krahasim me atë çfarë kërkohet. Me atë çfarë kërkohet dhe realisht me kohën që fizike që kemi në dispozicion, sepse raport progresi takon muaj tetor, ne jemi në fund të muajit korrik, po realisht në fund të muajit qershor, pra do të thotë që ka mbetur edhe korriku deri me datën 26 korrik kur seanca e fundit parlamentare. Është një muaj, është realisht një muaj. Pastaj mbaron sezoni politik dhe fillon në shtator. Do pushojnë edhe politikanët që janë lodhur shumë këtë vit. Po, do pushojnë të gjithë, sepse vërtet ka qenë shumë impenjativ ky vit. Realisht ka qenë impenjativ. Mirë, çështja tjetër e rëndësishme. Sigurisht që janë pa numër të politikë. Unë e di që përpara se të vazhdosh të lutem, unë e di që kemi shumë për të folur, ka shumë, ky vit ka qenë shumë i ngjeshur me aktivitete. Në fakt po ne do i prekim pak nga pak të gjitha më kryesorët për për efekt kohë, si gjithmonë. Unë do të kap shkurtimisht atëre më kryesorët, do të ndalemi pak tek vendimi që është dhënë për gjyqin për videopërgjimin e pritit ndaj ish ministrit Ilir Meta. Në fakt ishte një vendim që ishte i shumë pritur, sepse ka pasur disa seanca gjyqësore të njëpasnjëshme, realisht shtyrje të njëpasnjëshme të vendimit, dhe ky ishte një vendim i rëndësishëm edhe për figurën politike të kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ka qenë një moment shumë i vështirë realisht për mazhorancën, një moment shumë i vështirë edhe për Lëvizjen Socialiste për Integrim, nga pikpamja e imazhit të saj në raport edhe me elektoratin, por sigurisht që ky vendim ka qenë vërtet ka ngjallur shumë në këto momente, se po shikoj edhe planet e momentit kur ka pasur daljen e tij të parë publike, zoti Meta. 5-0 ka qenë? 5-0. 5-0 që zoti Meta tha. Në fakt ka bërë të gjithë që i përmendim edhe si pika disa çështje të tjera, dhe do të kaloja më saktësisht tek një tjetër pyetje, le ta themi kështu, për sa i përket koordinimit të punës sonë të përditshme, edhe për sa i përket çështjeve politike, pasqyrimit të tyre, se si arrim deri në pasqyrim, sepse jam shumë e bindur që shumë nga teleshikuesit janë kurioz në këtë pjesë. Ideja është që kush e njeh pjesën prapa televizionit, kush punon në televizion, e kupton fare mirë se çfarë stresi dhe tensioni ka, sepse gjithkohës je me kronometër në dorë, domethënë, duke matur sekondat për të dalë në janë të arta, janë shumë të vyera. Janë shumë të vyera vërtet, edhe koha është një luks që në televizion nuk e ka askush, për më tepër ajo që thash pak më përpara, nëse do ta analizojmë faktin që duhet të jetë informacioni shpejt dhe informacioni përditësuar në mënyrë të saktë.
koordinimi ka qenë i vështirë sepse për hir të vërtetës, UTV-ja nuk ka qenë një stacion që ka pasur transmetime live më përpara, në historikun e vet që në momentin kur ka ndryshuar si televizion. Por realisht për mua që jam pjesë e tij që në fillimet e para të televizionit, mund të them që kam kënaqësinë të kem përjetuar atë mënyrën se si është rritur ky televizion në dimensionet e tij. Nga një televizion lokal, është një televizion që sot është një formati news, është një televizion që sot ka arritur që të ketë transmetime direkte të ngjarjeve kryesore. Konkurrent në treg. Të ngjarjeve kryesore më të rëndësishme, është një televizion që i përditson informacionet e tij edhe në faqen e webit, sepse ne e dimë sot që interneti është një nga burimet kryesore, po është një nga mediumet më të rëndësishme përmes të cilës ne marrim informacionin, sepse nuk kemi gjithmonë kohën dhe luksin të qëndrojmë përpara ekranit të televizorit, dhe të gjitha këto janë elemente që i shtohen këtij televizioni, me cilin ai është pasuruar vit pas viti, duke e bërë më të vështirë detyrën tonë si gazetar, por realisht besoj se duke u bërë edhe më tërheqës për shikuesin, për atë shikues që ndoshta ose atë që na ka ndjekur që kur ka qenë në formatin education, por edhe atë që i është bashkangjitur së fundmi pikërisht për shkak updatimit të vazhdueshëm që i kemi bërë informacionet. Sigurisht në tregun e pafund të mediave sot teleshikuesit janë të lirë, sigurisht që normalisht rekomandën në dorë ka ana, ajo diskutohet. Megjithatë unë do doja të ndalesha diku tjetër me Evisin. Ju të gjithë dashur miqtë e mi, kam përshtypjen që e keni parë në orën 16:00 intervista në UTV News, emision i cili realizohet nga Evis Nasto, si kryeredaktore e UTV News e normalisht edhe si gazetare. Punë e vështirë të nxjerrësh njerëz, unë e di shumë mirë të ftuarit se sa e vështirë është për të sjellë në studio, por sidomos të ftuarit të cilët janë realisht të nxehtë në tavë, le ta quajmë të politikës, të aktualitetit dhe saktësisht çështje të cilat janë të ditës. Më pëlqen kjo tava. Normalisht duket. Mirë, nuk e di. Intervista UTV-s kam përshtypjen që ti do mbyllësh si sezon apo jo? Po do ta mbyll. Është sot puntata e fundit. Puntata e fundit sot. Okej, atëherë më fol pak për puntatën e fundit. Çfarë ka sot? Atëherë, puntata e fundit sot është duke qenë se nuk do doja të ndalesha tek klasikja, që është një përmbledhje aktualiteti dhe ju kisha rezervuar përmbledhjen për ta bërë sot në mëngjes, duke ju falenderuar për ftesën që më bët sigurisht. Dhe mendova që t'i kushtoja vëmendje vërtet një veprimtarie shumë të rëndësishme që ka qenë në vëmendjen e opinionit publik dhe të medias për gjatë këtyre 3 ditëve, bëhet fjalë pikërisht për nismën një OKB. Për herë të parë Shqipëria është pritëse, pra vend pritës i mbi 40 vendeve antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe një herë është promotore e projektit pilot të nismës një OKB, sepse ka një tentativë pikërisht për të ristrukturuar bashkëpunimin e vendeve antare me nën strukturat ose le të themi strukturat biza të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në frymën e së cilës Shqipëria është vendi i parë që e zbaton, nëse mund të themi kështu, dhe ka pasur vërtet efekte ose nëse mund të quajmë kështu, ka pasur rezultate shumë pozitive dhe pikërisht për këtë arsye Shqipëria është vendi pritës i organizimit të një eventi të tillë, që është një event i përvitshëm dhe që këtë vit vjen edhe në këtë kuadrin e 100 vjetorit. Kemi dëshirë të theksojmë shumë që në këtë vit jubile çdo aktivitet merr ngjyresa të veçanta për shkak se Shqipëria është 100 vjet shtet dhe kjo është një cilësi që duhet evidentuar realisht për gjithë secilin prej nesh dhe vlen për të theksuar. Deri në këtë moment duhet ta theksojmë edhe këtë pjesë, deri në këtë moment që ne flasim, të gjitha aktivitetet për sa i përket edhe 100 vjetorit janë pasqyruar më së miri edhe në UTV News. Janë pasqyruar, por duke vijuar pikërisht duke vijuar me atë çka do doja të thoja në lidhje me puntatën e sotshme, puntata e sotshme dedikohet pikërisht përmbylljes së kësaj konferencë treditore. Një përmbyllje që do dalin në 2 dokumente shumë të rëndësishme, të cilat do të nënshkruhen nga të gjitha vendet pjesëmarrëse, e që lidhen pikërisht me nismën një OKB, por përpos kësaj do të flitet edhe në lidhje me efektet ose me impaktin që shkakton implementimi kësaj nga pikpamja e thithjes së fondeve për zbatimin e një seri reformash dhe ndryshimesh të rëndësishme në të gjitha aspektet. Aty ku edhe ngërçi është më i madh. Po, sepse vetë kuptohet që në kushtet kur flitet për një krizë ekonomike gjithmonë bëhen atraktiv kur flasim për fonde dhe për grante që ndihmojnë në zhvillimin e sektorit. Jo vetëm ku ka probleme të krizave, faktikisht bëhemi atraktiv ndaj këtyre çështjeve. Paneli të ftuarve. Paneli të ftuarve. Realisht unë sot do kem personazhe që janë pjesë, janë realisht nga Ministria e Punëve të Jashtme, sepse është institucioni kryesor që është marrë me organizimin.
por që unë do të leja që ti zbulonin pikërisht në intervistën që do të transmetohet pas dita, sepse do të zhvendoset nga studio TV News në mjediset ku do bëhet konferenca. Pikërisht, sepse këtë doja të dilja dhe unë, domethënë nuk do jetë një puntat klasikja në studio etj. Do shkosh në terren. Po, vërtet, do dalë në terren për një arsye shumë të thjeshtë, sepse vetë kuptohet që një aktivitet i tillë merr ngjyresa të tjera dhe të jep tjetër ndjesi kur ti je në mjediset e asaj konferencë që ka pritur përfaqësues mbi 40 vende të botës. Kam një pyetje të fundit, për t'ju rikthyer paksa edhe për mbledhjes së ngjarjeve kryesore. Si kryeredaktore e televizionit dhe që ke qenë normalisht në kontakt të vazhdueshëm me aktualitetin, të lutem, sipas mendimit tënd, normalisht kam përshtypjen që është i saktë mendimi yt, cila ka qenë ngjarja kryesore që Shqipëria ka hasur gjatë këtij sezoni, ngjarja kryesore politike. Vetë kuptohet ngjarja kryesore politike është zgjedhja e presidentit. Normalisht. Ne për pak të gjithë ishim duke anulluar dhe pushimet tona, se menduam që ndoshta në rastin më të keq të mundshëm, në skenarin më të keq të mundshëm, vendi do shkonte në zgjedhjet parakohshme. Le ta themi që ishim të gjithë kokulur derisa u zgjohëm. Ishim të gjithë duke pritur me ankth zgjedhjen e presidentit. Okej, ne po bëjmë pak humor tani për kuptuar se si e përjeton individualisht gjithë secili. Sidomos ne të mediave. Ne të mediave që jemi të detyruar të ndjekim të gjitha zhvillimet dhe pasqyrimet që lidhen me aktualitetin dhe vetë kuptohet që tema kryesore ose mbretja e aktualitetit gjatë periudhës maj deri në fillim të muajit qershor ka qenë zgjedhja e presidentit. Vetëm kujtojmë këtu negociatat e vazhdueshme. Dhe mos e vazhdojmë më tej. Mua më duket se për gjatë asaj jave më duket se kanë fjetur në redaksi realisht në kuptimin që kanë qenë orë të gjata të punët, pikërisht për të pasqyruar të gjitha takimet e mbledhjeve të grupeve parlamentare përkatëse, tryezave të negociatave mes kryeministrit të gjithë detajet e mëtejshme të partive politike. Po, vërtet ka qenë, por më së fundi mund të themi që më 11 qershor, zgjedhja e presidentit ka qenë një moment kulminant për të cilin vlen të flasim në muajin shtator për ecurinë që do të ketë. Nëse nuk i lejoni vetëm dy gjëra të fundit që lidhen me ato se çka pritet të ndodhë. Realisht ne mbyllëm një sezon televiziv dhe sezon të zhvillimeve politike. Do të pyesja në fakt për sezonin televiziv. Sezoni televiziv. Okej, sezoni televiziv sigurisht që presupozohet që të ketë gjëra të reja dhe ne po punojmë për këtë. Është ndoshta herët personalisht të flas në lidhje me projektet që do të kemi, ose edhe nëse do të kemi një projekt nuk do doja do rezervohesha për ta zbuluar që tani, sepse nuk do doja që të shoja kurreshtjen e teleshikuesve, por mund të them që do të jemi si gjithmonë korrent me lajmin e fundit, do të jemi si gjithmonë aty për të pasqyruar zhvillimet më të fundit, të cilat pritet të jenë sigurisht për mbyllja reformës zgjedhore, sepse në këndvështrimin tim, por edhe nga opinionet e të ftuarve që kanë pasur vështirë se mund të mbyllet deri në datën 12 korrik kur është afati i fundit i komanduar pra nga parlamenti për punën e komisionit reformës zgjedhore, megjithëse do të shtyhet sërish, megjithatë pritet të shohim se çfarë do të ndodh, ashtu sikurse do të jetë edhe për mbyllja e reformës parlamentare nga komisioni përkatës ad hoc dhe një herësh dhe zgjedhja e prokurorit përgjithshëm që sepse mbaron mandati. Është një çështje më vete. Është çështje më vete sepse ka një lloj hapësire në ndryshimet e fundit kushtetuese të vitit 2008 që nuk e përcakton mirë se me çfarë mandati ose kur mbaron përkatësisht mandati prokurorit përgjithshëm aktual, pra zonjës Ina Rama, dhe nëse bëhet fjalë me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 i bie të zgjidhet në muajin nëntor, por nëse do të jetë me sepse ligji nuk ka fuqi prapavepruese, realisht ky është një parim aksiomatik, kush një shkencat juridike e di këtë gjë, domethënë atëherë bie të zgjidhet në 2013. Por që këto janë të gjitha zhvillime që pritet të jenë vërtet po kaq të ngjeshura edhe në fundin e këtij viti ose më saktë në fillimin e sezonit të ri në shtator. Faleminderit shumë. Si u ndjeva me ne? Unë u ndjeva shumë komode dhe realisht e kuptoj shumë mirë se përse mund të them që mëngjesi dhe të ftuarit tuaj dhe intervistat janë pjesa më pikante, sepse ju i bëni të ndjeni shumë komod dhe i bëni të flasin shumë mirë. Jo, absolutisht janë të vërteta. Nuk janë absolutisht gjëra kortezie, po janë të vërteta që besoj se edhe publiku po të kishte një zë në këto momente do të kishte përcjellë një gjë. Ne shpresojmë dhe ne për mirë kemi menduar. Evis, falenderoj shumë. Shumë suksese për punën dhe suksese në të gjithëve. Të gjithëve. Pak publicitet. Shihemi pas pak me të tjerë të ftuar.